Surja e Shems, Mekase, 15 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Për diellin dhe shkëlqimin e tij, dhe për hënën që e përcjell atë. Për ditën që ja zbulon shkëlqimin atij diellit, dhe për natën kur e mbulon atë. Për qiellin dhe për atë që e ka ndërtuar. Për tokën dhe për atë që e ka shtruar. Për shpirtin dhe për atë që e ka përsosur, duke ja bërë të njohur atij të keqen e të mirën. Vërtet, kushdo që e pastron shpirtin, do të shpëtojë, ndërsa kushdo që e shtyp atë me punë të këqija, do të dështojë. Fisi i Themudit, nga shfrenimi i vet, përgënjeshtroi, kur u ngrit më i keqi i tij për të therrur deven. I dërguari i Allahut, Salihu, u tha atyre: "Kjo është deveja e Allahut. Lëreni atë të pi pjesën e vet." Por ata nuk i besuan atij dhe e therrën atë. Prandaj Zoti i tyre i shkatërroi të gjithë për gjunahet e tyre, nga i pari tek i fundit, pa pasur frikë prej pasojave të kësaj.